Kostoja e jetesës është diçka për të cilën mendojnë të gjithë, her pas here duke bërë edhe llogarinë e zgjedhjes së vendit të përshtatshëm dhe më ekonomik. Instituti MoveHub, i cili merret me demografinë, ka bërë një studim ku rendit edhe shtetet në bazë të kostos së jetesës. Me ngjyrat blu dhe kafe të errët, kjo hartë tregon vendet më të shtrenjta të botës, të cilat ofrojnë gjithashtu edhe një cilësi më të mirë jetese. 3 vendet e para me indeksin më të lartë të çmimeve në çdo shërbim janë Zvicra, Norvegjia dhe Venezuela. Njëkohësisht këto janë edhe shtetet më pak të ndotur, me shërbimin shëndetësor më të mirë, si edhe kriminalitetin më të ulët. Por një vakt në restorant, një shtëpi me qera ose faturat ushqimore të vendeve me mirëqenie më të lartë kushtojnë thuajse 10 herë më shumë se sa shtetet e cilësuar me koston më të ulët të jetesës. Ato janë India, Pakistani dhe Nepali, ndërsa për sa i përket vendit më të mirë për të dalë në pension, ai është cilësuar Tajlanda dhe faktori kryesor i kësaj përzgjedhjeje është klima e përshtatshme egzotike që vendi zotëron.